Le të fillojmë horoskopin ditor për të gjitha shenjat. Ditën e martë, 20 maj 2025. Dashi. Sot ndjej një valë të fuqishme ambicie dhe vendosmërie që vjen si frymëzim nga forcat e universit. Me planetin Mars udhëheqës që bashkohet me diellin, fuqia jote udhëheqëse vjen në pa në mënyrë të jashtëzakonshme. Është ditë ideale për të marrë nismat që ke shtyr, për të vepruar me guxim dhe për të çuar përpara qëllimet e tua me vendosmëri. Do të ndihesh energjik, i motivuar dhe i gatshëm për të lënë gjurmë në çdo fushë që prek. Megjithatë, duhet të jesh i vëmendshëm ndaj mënyrës se si e shpreh këtë energji. Ndikimi i Merkurit mund të sjellë keqkuptime, sidomos në komunikim me kolegë apo të afërt. Kujdes që të mos dukesh i ashpër dhe i paduruar. Fjala ka shumë peshë sot, jo vetëm ajo që thua, por dhe se si e thua, prandaj përpiqu të flasësh me qartësi, por mos harro të dëgjosh me zemër të hapur. Në aspektin financiar, një mundësi e papritur mund të dalë përpara teje, ndoshta një bashkëpunim investim ose ide që përputhet me qëllimet e tua afatgjata. Në fushën e marrëdhënieve, entuziazmi yt mund të jetë i zjarrt, por ki kujdes që të mos harrosh nevojën për butësi dhe mirëkuptim. Nëse je beqar, mund të tërheqësh dikë me energjinë dhe besimin tënd, por kujdes mos e friksosh me vrrullin që të karakterizon sot. Në planin shpirtëror, mos harro të marrësh kohë për veten dhe një shpirt luftarak si yti ka nevojë për pushim. Këshilla e ditës: udhëhiqi me guxim, por mos sot të dëgjosh. Forca jote sot është e madhe, por maturia është çelësi i suksesit. Demi. Sot Demi ndodhet në një fazë ku qëndrueshmëria dhe prakticiteti të sjellin sukses. Hyje të mbështesin të menaxhosh me durim dhe maturi përgjegjësitë që ke përsipër. Me ndikimin e Venusit, planetit që sundon, dita merr një ngjyrë të ëmbël dhe harmonike, duke sjellë jo vetëm qetësi në shpirt, por dhe një ndjesi romantike. Në aspektin profesional, është koha për të ndërtuar themele të forta për projekte të së ardhmes. Përkushtimi, përpikëmëria dhe aftësia për të menduar në mënyrë të strukturuar do të shpërblehen. Nëse je duke bashkëpunuar me të tjerë, fokuso energjitë në ndërtimin e besimit dhe komunikim të qartë. Financiarisht, intuita jote të thotë të jesh i kujdesshëm. Mos u josh nga premtimet e mëdha apo rreziqet e kota. Përpiqu të përqendrohesh në ruajtje dhe në ndërtimin gradual të anës ekonomike. Hapa të vegjël por të sigurt të çojnë drejt një të ardhje më të fortë. Në sferën sociale, një ftesë e papritur, ndoshta një takim apo bisedë, mund të ndihmojë të shohësh një situatë të vjetër me sy të ri. Pranoje këtë mundësi për të zgjeruar horizontet dhe për të reflektuar mbi mendime të ndryshme nga të tuat. Në marrëdhëniet personale, durimi është virtyti yt më i madh sot. Partneri e vlerëson thellësinë dhe praninë e mbështetjes tënde. Nuk janë fjalët e mëdha që bën ndryshimin, por gjestet e vogla të dashurisë dhe të përkujdesjes. Këshilla e ditës: qëndro i lidhur me rrënjët e tua, po e mbaj mend se nganjëherë dhe në tokat më të forta ka nevojë për ujë të ri që të lulëzojnë. Binjakët. Sot binjak, energjia jote ndihmon aftësinë tënde të lindur për përshtatshmëri dhe kuriozitet intelektual. Në aspektin profesional, je i pasur me sharmin dhe zgjuarsinë që të nevojiten për të bërë përshtypje pozitive. Takimet, prezantime apo biseda me kolegë dhe bashkëpunëtor do të rrjedhin natyrshëm. Mos e nënvlerëso fuqinë e një bisede spontane. Mund të lindë diçka shumë premtuese. Sot është gjithashtu një ditë e favorshme për të mësuar diçka të re. Nëse ndjen dëshirë për të eksploruar fusha të reja, mos e injoro të zë të brendshëm. Në jetën personale, gatishmëria jote për të provuar gjëra të reja dhe për të qenë i hapur ndaj ndryshimeve sjell një energji të re në marrëdhënie. Mund të ringjallet pasioni me partnerin përmes një aventure të thjeshtë ose një miqësi e vjetër mund të marrë sërish jetë përmes një kontakti të papritur. Megjithatë, ki kujdes që të mos humbasësh përqendrimin. Përfundo atë që ke nisur përpara se të kalosh te tjetra.
Vetëm kështu do të përmbushesh. Mbrëmja sjell një atmosferë sociale të ngrohtë, ndoshta edhe disa zbulime interesante nga biseda që nuk i ke parashikuar. Është një kohë e mirë për të dalë, për të shoqëruar apo thjesht për të biseduar me njerëz që të frymëzojnë. Këshilla e ditës. Bota është një fushë loje për mendjen tënde të zgjuar, por dhe lojtarët më të mirë ndalen për të marrë frymë. Gaforja. Sot gafore është një ditë që kërkon nga ty ndjeshmëri dhe qartësi të brendshme. Hëna që të sundon të fton të zhytesh në introspeksion dhe të përballesh me ndjenja që mund të ketë qëndruar të fshehura nën sipërfaqe. Është koha për të ndalur dhe dëgjuar zemrën. Në fushën profesionale, ndjeshmëria jote e natyrshme ndaj atmosferës dhe njerëzve është një pasuri e vërtetë. Je në harmoni me ata që ke afër dhe kjo krijon një terren të frytshëm dhe bashkëpunime të suksesshme. Intuita do të udhëheqë drejt vendimeve të drejta, por ki kujdes, mos lejo që frika apo dëshira për të mbrojtur veten dhe të tjerët të kthehet në pengesë për ty. Në aspektin financiar, nevoja për siguri është e madhe, por për të mos gabuar shmang veprimet impulsive, sidomos nëse je nën presion nga jashtë. Merr kohë të mendosh qartë dhe kërko këshilla nëse të duhet. Në jetën personale, dita është e mbushur me mundësi për afrim emocional dhe thellim të lidhjeve. Një bisedë e ndershme mund të forcojë marrëdhënie me partnerin, ose të sjellë një paqe në një situatë të ndërlikuar. Natyra jote mbrojtëse dhe kujdesur është më e dukshme se kurrë sot. Të afërmit e tu mund të ndihen të mbështetur dhe të dashur në praninë tënde. Në mbrëmje, energjitë e ditës të ftojnë për reflektim. Këshilla e ditës. Ndjenja e brendshme është busulla jote më e besueshme. Dëgjoje me kujdes, por mos harro të vendosësh kufit për të ruajtur paqen tënde. Luani. Luani. Pozicioni i diellit është që është planeti yt sundues të jep një rrezatim të veçantë dhe një energji që të bën të dallosh në çdo ambient ku ndodhesh. Është dita ideale për të marrë drejtime dhe për të dalë në pa dhe për të ndarë vizionin me të tjerët. Në fushën profesionale, karizma jote natyrale është në kulm. Shfrytëzoje këtë fuqi për të udhëhequr projekte. Njerëzit e tu janë të prirur të ndjekin drejtimin tënd sot, ndaj mos u trem të marrësh iniciativën. Në aspektin financiar, kjo është një ditë e përshtatshme për të rishikuar objektivat afatgjata dhe për të ndërtuar një strategji të qëndrueshme. Bëj kujdes të mos veprosh në mënyrë impulsive. Në marrëdhënie, shpesh ndjenja dhe dëshirat me sinqeritet për pa harruar të dëgjosh dhe nevojat e të tjerëve të bën që të kesh një prirje që do të marrësh vëmendjen, por do të jesh edhe më i suksesshëm nëse e ndan hapësirën dhe krijon një harmoni të ndërsjellë. Një bashkëbisedim i ndjer mund të sjellë më shumë afërsi me partnerin apo miq të ngushtë. Merr pjesë në evente, takime apo dhe në dalje spontane me miq. Kjo do të rrisë humorin. Kanali yt krijues është i hapur përmes artit, muzikës, shkrimit apo çfarëdo forme tjetër shprehje, do të gjesh kënaqësi dhe përmbushje. Në mbrëmje, merr një moment dhe kujtoj vetes se sukseset e tua janë rezultat i përkushtimit dhe i zemrës që vë në gjithçka që bën. Këshilla e ditës. Mos ke frikë të dalësh në qendër të vëmendjes. Virgjëresha. Yjet të mbështesin në kërkimin për efikasitet dhe komunikim. Merkuri, planeti yt sundues, ndriçon vëmendjen tënde të detajuar, duke e bërë ditën perfekte për të përfunduar detyrat të mbetura pezull apo për të organizuar hapësirën tënde në mënyrë të rregullt. Në fushën profesionale, aftësitë e tua analizuese janë arma jote më e fortë. Zgjidhje problemet komplekse me qetësi dhe metodën që të karakterizon, por kujdes mos humbasësh në hollësira të panevojshme. Financiarisht është një ditë e mirë për të rivlerësuar buxhetin ose planet e kursimit. Shiko çdo shpenzim me sy kritik dhe sigurohu që çdo hap i jetës të jetë në përputhje me objektivat e tua. Në aspektin social, biseda të rastësishme mund të ofrojnë perspektiva të reja që zgjerojnë horizontet. Në dashuri, ndershmëria dhe komunikimi drejt për drejt forcojnë lidhje me partnerin. Shprehi mendimet dhe ndjenjat me qartësi.
Ruaj tonin dhe butësinë e fjalëve. Në mbrëmje, dhuroj vetes pak kohë për hobi që të sjellë qetësi dhe kënaqësi intelektuale, lexim, shkrim, zgjidhje një enigme apo çfarëdo aktiviteti krijues që do të ndihmojë për t'i dhënë mendjes një frymëmarrje të nevojshme. Këshilla e ditës: organizimi i jashtëm reflekton qartësinë e brendshme. Mbaje hapësirën dhe mendjen tënde të pastër për të maksimizuar efikasitetin dhe paqen e brendshme. Peshorja. Sot do të keni një atmosferë harmonike dhe dëshirë për të lidhur me të tjerët. Në punë, aftësitë tua diplomatike janë në kulm. Je i përshtatshëm për të zgjidhur konflikte dhe për të ndërmjetësuar dhe nxitur bashkëpunimin. Mund të lindë një partneritet i ri. Ndaj mos hezito të propozosh projekte të përbashkëta. Në planin financiar, gjërat qëndrojnë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Bëj bilancin e dëshirave dhe nevojave dhe ruaj ekuilibrin që të lejon të ndihesh i sigurt për të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, ndjeshmëria bën që bisedat të rrjedhin natyrshëm. Shfrytëzoje këtë ditë për të pastruar keqkuptimet dhe thelluar lidhjen me të dashurit. Mbrëmja ofron mundësi për takime sociale që mund të sjellin gëzim dhe kontakte të dobishme. Gjithsesi, mos harro t'i kushtosh pak kohë reflektimit personal dhe relaksit. Këshilla e ditës: harmonia që krijon me të tjerët nis nga qetësia që bar brenda vetes. Akrepi. Akrep, energjitë planetare të ditës së sotme theksojnë transformim dhe introspeksion. Me Marsin që të përforcon vendosmërinë, ndihesh i fuqishëm për të ndjekur objektivat me një intensitet të veçantë. Në punë, fokusohu në projekte që kërkojnë analizë të thellë apo hetim. Aftësia jote për të zbuluar të fshetat dhe për të parë përtej sipërfaqes është një aset i çmuar sot. Në aspektin financiar, tundimi për të rrezikuar mund të jetë i fortë, por merr kohë për të bërë llogaritje të kujdesshme. Ndërmerr veprime vetëm nëse janë në përputhje me qëllimet afatgjata dhe jo thjesht për ndjesinë e momentit. Në marrëdhëniet personale, sinqeriteti është thelbësor. Shpreh emocionet pa frikë, pasi kjo do të forcojë lidhjet dhe do të krijojë më shumë afërsi. Megjithatë, ki kujdes që intensiteti yt emocional të mos kthehet në xhelozi apo kontroll. Liria e tjetrit është po aq e rëndësishme sa dhe lidhja që kërkon. Kjo ditë mund të sjellë një zbulim emocional, një moment ndriçimi që të ndihmon të heqësh një barë të vjetër nga shpatullat. Shfrytëzo mbrëmjen për të hyrë më thellë në veten tënde përmes meditimit, shkrimit krijues apo ndonjë aktivitet që të ndihmon të kanalizosh ndjenjat në mënyrë të shëndetshme. Këshilla e ditës: forca e vërtetë vjen nga brenda. Përdor energjinë tënde për të çliruar nga e shkuara. Shigjetari. Shigjetar, dita e sotme të fton në eksplorim dhe zgjerim horizontesh. Hëna Jupiterit ndes tek ty një etje për aventurë të re. Në punë, kërko mundësi që krijojnë kreativitet dhe inovacion. Këto mund të sjellin përparime të rëndësishme. Megjithatë, qëndroj fokusuar në detyrat ekzistuese për të shmangur përqendrimin. Në planin financiar mund të vijë një rast për rritje. Analizoje me kujdes rreziqet dhe përparimet përpara se të marrësh vendime. Energji optimiste që t'i sjell tërheq vëmendjen e të tjerëve, duke bërë këtë kohë të mirë për rrjetëzim ose pjesëmarrje në evenimente sociale. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja ndaj partnerit do të forcojnë lidhjen. Ndaje ëndrat dhe aspiratat me të dashurin, se komunikimi i hapur krijon më shumë afërsi. Balanco aktivitetin fizik me momente relaksi, përditëso rutina duke përfshirë aktivitete që ushqejnë trupin dhe mendjen. Mbrëmja sjell mundësi reflektimi duke të ndihmuar të përmbledhësh përvojat e ditës në një perspektivë më të gjerë. Beso instinktet tua. Këshilla e ditës: zgjeroj horizontet me kuraje, por ruaj gjithmonë fokusin dhe thellësinë atë që ndjek. Bricjapi. Ndikimi i sotëm astrologjik thekson ambicen në planifikimin strategjik. Me Saturnin që sjell qëndrueshmëri, kjo është një ditë ideale për të fokusuar në qëllime të afatgjata.
Në punë, qasja jote disiplinore dhe mendimi kritik janë burime të fuqishme. Përdori këtë cilësi për të avancuar projektet dhe për të frymëzuar kolegët. Mos hezito të marrësh drejtimin në situata që kërkojnë stabilitet dhe mençuri. Në planin financiar, menaxhimi i kujdesshëm sjell fryte, ndaj priorizoj kursimet dhe investimet që sigurojnë një të ardhme të sigurt. Në jetën personale, marrëdhëniet kërkojnë durim dhe komunikim. Kujdesu të gjesh balancën mes kërkesave të karrierës dhe lidhjeve me familjen. Reflekto mbi kufijt personal duke siguruar që ata mbrojnë kohën dhe energjinë tënde. Mbrëmja mund të sjellë njohuri të reja që të ndihmon të fitosh qartësi emocionale. Shfrytëzo krijimin tarim për të shlodhur pikturë, muzikë apo forma të tjera arti. Këshilla e ditës: besoj në zërin tënd të brendshëm që të udhëheq drejt vendimeve në harmoni me vlerat dhe aspiratat e tua më të thella. Ujori. Dita e sotme të inkurajon lidhjet sociale. Urani, planeti yt sundues, fuqizon aftësinë tënde për të menduar jashtë limiteve, duke e bërë këtë kohë ideale për të pranuar ide të reja dhe zgjidhje jo konvencionale. Në punë, shfrytëzo këtë valë kreative apo përballje me sfida komplekse, bashkëpunim me të tjerët që do të pasurojnë perspektivën tënde. Në aspektin financiar, shqyrto me kujdes mundësitë që përputhen me vlerat etike, por shmang vendive impulsive. Në sferën sociale, karizma jote natyrale ndihmon në krijimin e lidhjeve të thella. Është një ditë e shkëlqyer për angazhim komunitar që mund të sjellë bashkëpunime frytëdhënëse. Në marrëdhëniet personale, qasja jote unike mund të sjellë një emocion dhe gjallëri, por ruaj këmbët në tokë për të shmangur keqkuptimet. Balanco aktivitetet me grupin dhe kohën për vetreflektim dhe rigjenerim. Eksploro mënyra krijuese që stimulojnë mendjen tënde duke ndihmuar në relaksim dhe frymëzim. Mbrëmja të ftohtë të organizosh mendime dhe të përgatitesh për të ardhmen, duke hapur rrugë të reja për iniciativa të reja që përputhen me idealet tua. Këshilla e ditës: inovacioni dhe lidhjet autentike janë çelësi për të qëndruar i hapur por gjithmonë i vetëdijshëm në rrugën që ti zgjedh. Peshqit. Peshq. Energjitë qiellore të sotme përqendrohen tek intuita dhe thellësia emocionale. Ndikimi i hënës të nxit duke të fuqizuar inteligjencën tënde emocionale. Në punë, shfrytëzo energjitë tua empatike për të krijuar mirëkuptim dhe bashkëpunim në projekte në grup. Besoj instinkteve që të udhëheqin në vendimarrje. Ato do të tregojnë rrugën e duhur. Në aspektin financiar, ruaj dhe bëj një rishikim të kujdesshëm të planeve të buxhetit para se të marrësh vendime të rëndësishme. Marrëdhëniet sociale mund të sjellin njohuri të thella dhe lidhje me vlerë. Në marrëdhëniet personale, shpreh ndjenjat me sinqeritet. Mos harro të vendosësh kufit për të mbrojtur ndjeshmërinë tënde. Sotme është një ditë optimale për aktivitete krijuese, pasi imagjinata jote është veçanërisht e gjallë. Veprime si shkrimi apo arti mund të shërbejnë si mjete terapeutike për të shprehur botën tënde të brendshme. Mbrëmja mund të ofrojë mundësi për relaksim dhe rritjen tuaj shpirtërore. Angazhohu në meditim dhe reflektim të qetë për të përmbledhur përvojat e ditës, duke të ndihmuar të menaxhosh emocionet dhe të vizatosh aspiratat e tua të ardhme me qartësi. Këshilla e ditës: ndiq zërin e brendshëm me besim, duke balancuar ndjeshmërinë me mbrojtjen personale për një rrugëtim të suksesshëm dhe të pasur emocionalisht. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.